Ministri i Bujqësisë Andi Salla në kuadër të dëgjesave publike me fermerët është ndalur në Pogradec, ku ka garantuar se fermerët e prekur nga përmbytjet nuk do të mbeten pa mbështetje. Takimi u zhvillua në prani të fermerëve të zonës, të cilët kanë ngritur shqetësimet e tyre lidhur me dëmet e shkaktuara në bujqësi. Salla u shpreh se ekipet e Ministrisë së Bujqësisë në bashkëpunim me bashkitë, përfshirë dhe Bashkinë Maliq, janë angazhuar në terren për të verifikuar dhe evidentuar të gjitha dëmet me qëllim adresimin e tyre pranë qeverisë shqiptare. Atëherë ne jemi duke verifikuar në terren bashkë me ekipet tona të Ministrisë së Bujqësisë, por edhe me bashkitë, të cilat edhe me Bashkinë e Maliqit, në fazën e evidentimit të çdo dëmi të bujqësisë, në mënyrë që ne ta adresojmë pranë qeverisë shqiptare. Ne kemi qenë në terren bashkë me Agjenca Civile, bashkitë dhe të gjithë ministritë përkatëse për të ndihmuar qytetarët, në mënyrë që asnjë nga të prekurit mos të mbeten vetëm. Ne do të jemi si Ministri Bujqësie në proces të plot për gjithë evidentimin, edhe nga ana jonë, por edhe ndaj bashkisë, të cilët janë duke e bërë këtë punë më së miri për ta adresuar dhe për ta pasur në një paketë të plot dhe të dimë dëmet çfarë dhe si do të jemi ne ndaj qytetarëve për t'i mbështetur, por edhe për të vazhduar një bujqësi më të shëndetshme dhe duke investuar edhe ndaj bashkive në argjenatura, në kanalet dhe në çdo thirrje të cilët ne kemi hapur ndaj bashkive, por edhe procesin e financimit që do të bëjmë ndaj buxhetit që kemi në Ministrinë e Bujqësisë. Ministri theksoi se pas takimit të kryesuar nga kryeministri është vendosur një paketë financiare për të gjitha dëmet e shkaktuara nga përmbytjet e ndodhura pak ditë më parë, ndërsa institucionet qendrore dhe vendore kanë qenë të angazhuara që nga momentet e para për të ndihmuar qytetarët e prekur. Siç u keni parë takimin i cili e kryesoi kryeministri, i cili ka vendosur një paketë financiare për gjithë dëmet e shkaktuara nga përmbytjet që ka ndodhur pak ditë më parë. Për herë të parë ne po bëjmë një dëgjesë publike me fermerët. Ne jemi para skemës kombëtare, ku duhet që të parafrojmë, ato janë buxheti i tyre, janë paratë të cilët janë akorduar ndaj qeverisë shqiptare për fermerët në Ministrinë e Bujqësisë, siç është skema e çdo viti. Ne kemi një paketë prej 5.2 milion, 52 milion eurosh, mund të themi, të cilët janë për fermerët. Ne po i dëgjojmë si janë, çfarë duan, kushtet, problemet, shqetësimet, sugjerimet e tyre për t'i parafruar ndaj legjislacionit i cili është në Bashkimin Evropian, që ne duhet të akreditohemi dhe të merremi në çdo bazë ligjore të saj, në mënyrë që ne ta përshtasim me kërkesat e çdo fermeri shqiptar. Në vijim, Salla bëri të ditur se kjo është hera e parë që zhvillohen dëgjesa publike me fermerët në prag të skenës kombëtare të mbështetjes, e cila parashikon një fond prej 52 milion eurosh për sektorin bujqësor. Ai shtoi se qëllimi është parafrimi i skemave të mbështetjes me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe nevojat reale të fermerëve. Ministri i Bujqësisë njoftoi se takimet me fermerët do të vijojnë dhe në qytete të tjera, ndërsa ditën e nesërme pritet të ndalet në Korçë për të dëgjuar nga afër shqetësimet e fermerëve, si dhe për të vijuar procesin e konsultimit publik.